Të shohim pak qëndrimin e djalit ndaj vajzës edhe për sot. Ashtu sikurse dhe vajza, edhe ai do vazhdoj të mbajë të njëjtin qëndrim. Ndoshta akoma i nënrikosur, ndoshta akoma i pavendosur, dhe ndoshta akoma pa vendosur që të rikthehet apo të hapi komunikimin. Këtu është një ndarje e vërtetë.